Para rreth një muaji gjysmë në Tel Aviv ka pasur një takim një mbledhje të krerëve të ushtrisë dhe sigurisë së Izraelit dhe thelbi i mbledhjes ishte që Izraeli duhet bëhet gati për luftë me Turqinë në të ardhmen e afërt. Ky është këndvështrimi i Izraelit. Jam dakord. Përsërit edhe një herë se ta ngulisëm dhe në mendjen e njerëzve. Është bërë një konferencë? Është bërë një konferencë, është bërë një takim i brendshëm i krerëve të ushtrisë dhe sigurisë së Izraelit para rreth një muaji gjysmë Tel Aviv dhe thelbi i asaj që ka dalë nga takimi është që Izraeli duhet fillojë të bëhet gati për luftë në të ardhmen e afërt me Turqinë drejt për drejt. Dhe arsyeja është sepse Izraeli ka për qëllim që Siria të jetë një shtet shumë i dobët, sepse nuk duhet të jetë në asnjë mënyrë kërcënim për Izraelin, siç ka qenë më parë. E dyta është fakti, ajo që tha dhe Goxha, që Izraeli ka krijuar një lloj suprematësie ajrore në Siri që pas rënies së Asadit, i do thotë se avionët izraelit sot bëjnë çfarë duan në qiejt e Sirisë, godasin realisht çfarë duan. Bëjnë realisht çfarë duan. Një shëtitje bam herë sa bomba kthehen prapë. Turqia vendos bazën tek këtë katër, do thotë që avionët izraelit nuk do bëjnë më çfarë duan në mbi qiejt e Sirisë nëse ndodh kjo gjë. Dhe duket se izraelitët janë të bindur, le të themi, ose të fokusuar që ta ndalojnë me çdo mënyrë tjetër mundur vendosjen e bazës turke në Siri. Si mund ta ndalojnë vendosjen e bazës turke? Si mund ta demoralizojnë Turqinë atë? Në radhë parë janë goditjet që është duke bërë Izraeli vazhdimisht ndaj bazës, është duke prishur vazhdimisht pistat e bazës të katër që nuk lejon vendosjen e qoftë avionëve, qoftë sistemeve. Si ka vënë të emrin të katër? Se gjithandej ndesha pse të katër, apo është një akronim, një logo, një... Baza është afër qytetit Palmirës. Jo, e di, po unë ndesha gjithandej, po shikoja edhe të katër. Shuhet kudo është të katër. Mund të jetë një kod. Është kod. Mund të jenë koordinatat, sepse është në mes, veri, jug, lindje, perëndim dhe në rreze mbulon gjithë 360 gradë, veçanëse jemi. Mund të jetë diçka të tillë. Dhe aq më tepër që kam përshtypjen që Izraeli mendon se ka Shtetet Bashkuara Donald Trump në krahun e tij.